ka raste ku ka dështime të shumta, pavarësisht ndaj personit ka urdhër për mbrojtje, prapse ka arrit me u ofru deri në atë distancë sa ka mujt me sulmu viktimen. Rjeti grave të Kosovës për vitet të tona punon me viktima të dhunës në baza agjënore në dorë të parë, domethënë kemi shumë viktima të cilat vinë dhe na tregojnë për dhunën që janë duke përjetu, përveç kësaj rjeti grave të Kosovës ofron këshillim dhe ndihmë juridike falas, gjithashtu edhe monitorim në institucionet kompetente. Nëse ndalim edhe e mendojmë 10 vitin e fundit, padyshim që mundemi me thonë që ka përmirësime kogja të mëdha në aspektin se si organet e drejtësisë e trajtojnë dhunën në baza agjënore, mirë po ka raste ku ka dështime të shumta. Vlen të përmendet rasti më i fundit i cili ndodhi dje në Lipjan, në gadimet e Ollët, ku kemi të bëjmë me një tentimvrasje. Domethënë, pavarësisht ndaj personit ka urdhër për mbrojtje, prapse ka arrit me u ofru deri në atë distancë sa ka mujt me sulmu viktimen. Një rast të tillë, fatkeqësisht raste të tilla ka pas edhe më herët, të cilat kanë përfunduar me fatalitet. Dje ishim shumë afër me përfundu në mënyrë të njëjtë, kështu që përveç kësaj, rjeti grave të Kosovës ju bën thirrje krejt institucioneve që vetëm me u respektu ligji për bibliozëkt dhe për mbikëqyrje elektronike, fton policinë e Kosovës me mbikëqyr urdhrat për mbrojtje, gjithashtu edhe gjyqtarët me dhënë dënime meritore karshi veprave penale siç është dhuna në familje. E thash dhe më herët, pavarësisht që ka shumë përmirësime, prapse ka dështime apo lëshime të shumta. Na jemi dëshmitar edhe gjatë publikimeve të fundit që kanë pas mediat të ndryshme, ku edhe kanë rënë ujdi me ushtrues të dhunës, kështu që pavarësisht krejt mundimeve të shumë institucioneve për me u përmirësu, prapse mundemi me thonë që mendësia patriarkale dhe që ky roli tradicional që neve nuk po na u hiqet, rrjedhimisht edhe fatkeqësisht edhe personat zyrtarët institucional vinë nga që kjo mendësi, po punojnë me viktima dhe me raste të dhunës në baza agjënore me parimet të tyre dhe me çka ata mendojnë dhe besojnë. Po, në anën tjetër, zotri Nikçi, vazhdimisht sa ka kapacitet prokuroria në pej sa i përket të mbrojtjes së viktimave të dhunës? Sa mbrojtës të viktimave të dhunës janë të angazhuar në pej dhe me sa raste ju bie të mirën? Fillimisht, prokuroria e shtetit ka në institucion prokurori koordinator të caktuar për rastet të dhunës në familjen. Këtë rast edhe në prokurorinë themelore në pej është të caktuar koordinatorja për dhunë në familje, prokuroria e shtetit Arlinda Albani Gacaferi, e cila një herë është edhe zëvendës kryeprokurore. Ne si prokurori në këtë rast jemi e vetmja prokurori që udhëhesimi nga një grua në sistemin prokurorial, e cila është kryeprokurore Lumturia Buçetaj. Dhe këto kanë bërë që të bëhen shumë takime ndërinstitucionale, që të bëhet fillimisht një koordinim më i mirë ndërinstitucional me policinë e Kosovës, mbrojtësit e viktimave dhe gjithë aktorët institucional të cilët janë përgjegjës për kryer të cilë punën e tyre zyrtare. Sot kemi bajtur një tërheqje të rrumbullakëve ku kanë qenë të pranishëm zyrtarë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Dhe njëkohësisht kemi marrë rekomandime të ndryshme për të bërë përmirësime dhe njëkohësisht për ta luftuar këtë dukuri.